Orë të qeta janë këto në shtëpinë e Big Brother Kosova VIP 4 pas një prajmi ku kishte shumë zhurmë edhe një lajmi të keq që erdhi para ditën e sotme ku detyroi banorin Labinot Reça për të dalë për disa orë e për të hedhur një grusht dhe në varrimin e gjyshit të tij. Një situatë e cila o komentua, por do të ndalem dhe do t'jap mendimin tim për disa situata që kanë ndodhur në shtëpi. Alba sot u zgjua me një energji krejt ndryshe. Ajo si personazhi kryesor në këtë edicion dhe padyshim të gjithë dinamizmat mund të orientohen drejt saj, por është edhe personazhi më i komentuar në rrjetet sociale. Pas një dyshje për të dalë apo jo mbrëm, ajo sot u pa me një energji të jashtëzakonshme, ishte shumë e hareshme, pati disa biseda që do t'i ndaj me ju, dhe nga ana tjetër, ajo që po e ndryshon lojën është zgjedhja e Limit si kapiten. Ai po vë rregulla, po ndan detyrat, por nga ana tjetër ka dhe një avantazh. Ai të premten do të mësoj se mund t'ju marr banorëve 5 biletat e fatit, e në njërin prej këtyre do të ketë një bilet kthimi. Kjo do thotë që Limi nuk do të jetë i rrezikuar se fatin e ka në dorë, se kujt do t'ja heq. Kjo do të shikohet pasi e ka treguar që është një lojtar strategjik, siç e ka bërë edhe me ndarjen e detyrave ku i ka vënë 2-3 banorët. Në ndarjen e detyrave të shtëpisë, ai ka vënë në kuzhinë lëndrimin dhe Klodin, se thuhet se dashuria vjen nga stomaku. Ai dhe në pranë mbrëm hodhi një lloj batute, sikur ka një lloj kimie, sikur ka një lloj pëlqimi midis djemve, por ata e kanë mohuar dhe nuk e pranojnë këtë gjë. Prandaj i ka vënë në kuzhinë, ndoshta për parë se si do të reagojnë ata të dy, dhe pse për mua janë miq të mirë. Nga ana tjetër, tek pastrimi i pjatave ka vënë Hygertën dhe Arditin, një zgjedhje për të mbajtur higjienën. Tek lavanderia ka vënë Dolçen dhe Elionën. Kjo për ta kufizuar Dolçen, por mos të lënë ndoshta të ketë debate me tjerë, se e kanë parë dhe e ndjeu që shumica banorëve nuk bien dakord me qasjen e saj, ndërkohë e ka vënë përballë Elionës, ku dhe në prime kishte një lloj ballafaqimi, një lloj debati ku Dolçi i thoshte po ti isha ajo që shpreh pëlqim për Klodin, ndërkohë që e dje që kishte një fëmër jashtë. Mbetet për të parë nëse bashkimi i tyre në lavanderi mund të prodhojë ndonjë situatë apo një dinamik në lojë. Nga ana tjetër, në living ka vënë Labin dhe Aurorën, në tualetë kushtrimi dhe Suanitën, në make-up room Benitën dhe Albën, në dhomën e gjumit Ludon. Pra e kanë ndarë Ludon nga Alba, i kanë vënë larg njëri tjetrit. Nga ana tjetër tek obori ka vënë Labinotin e ri dhe sërish Albën. Pra nuk është se ka guxuar shumë për të krijuar situata, përposa asaj që mendojun që mund të prodhojë ndonjë gjë të re Dolçe dhe Eliona, nëse vajza do duan të kenë një lloj debati apo do duan të kenë një lloj situate, edhe ajo me lëndrimin dhe me Klodin, por se mund të bëjnë hajgare me ushqimin, mund ta kthejnë edhe këtë jetesën e tyre, pra që të përgatisin 3 herë ushqim në ditë, në një situatë gazmore dhe plot energji. Një bisedë që Alba kishte, se shumë është folur për të, shumë është komentuar, shumë është gjykuar, shumë e kanë cilësuar si një person që pëlqen një narcis, e kanë vënë epitete të shumta, por në një bisedë që kishte tani me Benitën, e pyetur dhe nga kjo e fundit, pse insiston kaq shumë të mbrosh dikë, pse insiston kaq shumë që ta mbrosh qasjen tënde kur po e shikon që Limi po të shkatron në lojë, të ka thënë gjithë qijat dhe ti ende mbron. Ajo është shprehur që nuk është e fiksuar me Limin dhe se nuk i shkon ajo nga pas, është ai që e ndjek. Dhe nga ana tjetër, ajo ka thënë që pres destinacionin. Pra ajo ka ende një lloj shprese, ka ende një lloj drite që e shikon që mund të ketë sërish një rikthim të dyve, edhe pse jemi në një lojë, por me sa duket Alba po tregon që po luan me ndjenjat e saja, po luan me një lloj vërtetësie, edhe pse nuk mund të heq asnjë pikë e një dyshimi që mund të jetë edhe një lloj skenari apo edhe një lloj loje. Nga ana tjetër e çuditshme është që Limi si kapiten i ka kërkuar një masazh relaksues Albës privat në katin e dytë të dhomës së gjumit. Mbetet për të parë se si do ta bëj dhe a do të ndihet Dolçe
xheloze. Nga ana tjetër, ajo që diskutohet dhe komentohet më së shumti është pikërisht ky raporti i dy personazheve që në Prime ka një lloj agresiviteti të shtuar, e ndërkohë gjatë ditës Alba ka një lloj qetësie, ka një lloj dashamirësie për të dëgjuar, për të komentuar, gjë që në Prime herët e fundit ose më saktë që pas hyrjes së Limit e kemi parë më shumë të heshtur, më shumë të vuajtur, më shumë pohuese dhe mbështetëse të Limit se sa vetë si një lojtare. Ajsa nuk e kuptoj ende pse thotë që do ta fitoj Stiçi Big Brotherin pa Limi. Nuk di, nuk kam asnjë shpjegim. Kishte edhe lëndrimi një lloj diskutimi me Hygertën sqarues për atë që tha ajo, që ti e luan rolin e Gate dhe ku ja shpjegoi para ditën e sotme ku ishin disa banor aty, ajo insiston, pra ti ke bërë një lojë që duket si game me ato përqafimet, kafshimet, ledatimet me Claudin, ndërkohë që bie në kontradikt me atë që ja ka vënë në pa banorëve të tjerë që pse i gjykoni ju djemt, ata janë të rinj edhe, por ta prekësh pak në kallo se e preku lëndrimi duke thënë që ti je një lojtar që më së shumti flet se sa je aktive në lojë, dhe aty i ndezi inati dhe aty tregoja një lloj mendimallësie dhe që gaboj, edhe pse Olta tentoi që të korrigjoj gabimin e Hygertës. Nuk e dim nëse kjo qetësi që vet Alba e shprehu do t'jetë përpara një stuhie që e pret shtëpinë e Big Brotherit. Ajo ka vënë vetes një lloj limiti që deri të premten do të shikoj nëse mund ta përballoj të gjithë situatë, e ku nuk është dolçe që nuk e kam parë për disa orë në të dyja ekranet e shtëpisë. Ajo ka një lloj flirti, edhe Limi ka një lloj flirti, ja tha dhe lëndrimi që ju ku shikoni me sy keni një lloj connectioni, keni një lloj lidhje. Këtë besojmë, këtë komentojmë dhe këtë vlerësojmë si sinqert, nuk po dim ende. Por sigurisht kjo është një lojë, edhe të gjitha ata do të mundohen për të prekur finalen, ku do të jenë 5 finalistë, e secili do dojë që të jetë fitues, pse jo, edhe do të bëj gjithçka për të arritur çmimin. Ata që janë në gjumë do të mbesi në gjumë. E sa i takon një video shumë të komentuar që është tani më në rrjetet sociale midis Elionës dhe Claudit, sikur kjo e fundit ka tentuar që ta puth, realisht duke mirë kuptuar që janë dy të ri që kanë energjinë e njëjtë, që nuk e ka ditur në fillim që pastaj mësoi dhe pati një lloj loje që u ndje provokuar, e shikoi shumë Elionën të dhënë pas Claudit. Pra kërkon që të dalë në Prime me këtë lloj situate, e kur jemi në Prime, heshte dhe nuk thot shumë. Realisht po e shikoj të tepër të gjithë këtë lloj afërsie, edhe kur e pyetën Elionën se si do të ndjetë partnerja e Claudit jashtë, ajo tha po pse nuk kapini me Benitën, edhe më pëlqeu mendimi i një banori aty, i Ludës, që i tha ai me Benitën e ka thjesht një ngacmim me duar, por për Benitën i tha që ka thjesht një prekje si shok, nuk ka diçka që mund të kaloj cakun që mund ta vras personin tjetër, dhe ajo që e vret është ndoshta ndjeshmëria e brendshme, ajo kimia, ajo ndjesia që duket sikur Eliona e ka, dhe deri diku edhe Claudi nëse nuk pa e përdor ende për lojë. Ky ishte edhe troçme rating, shumë situata kanë atë shtëpi e cila ditë prodhoi, por më kryesore t'i jepni mendimin tuaj dhe t'i bëni subscribe kanalit Koha Jon në YouTube.